Përshëndetje miq të shëndetit. Në këtë episod të podcastit do të flasim për një nga shisat më të rëndësishme, por që shpesh merret e mirëqen. Bëhet fjalë për shikimin. Duke qenë se ka ndryshuar stili jetesës dhe ne gjithmonë më shumë po përdorim celularët dhe ekranet, shikimi ynë mund të dëmtohet pa vetdije. Prandaj është e rëndësishme që ne të jemi të ndërgjegjshëm. Për të diskutuar në lidhje me këtë temë, ne kemi të ftuar doktoresh Vlerina Kampën, oftalmologe. Doktoresha, përshëndetje dhe kënaqësi që ju kemi në podcast. Faleminderit për ftesën. Fillimisht, a mund të na tregoni se cilat janë problematikat më të zakonshme që shikoni tek pacientët në lidhje me shikimin? Problematikat janë të llojeve të ndryshme në varësi të moshës. Për shembull tek moshat e vjetra, më tepër haset katarakta ose perdja e syrit, glaukoma, sëmundje që lidhen me diabetin, me tensionin e gjakut, me tensionin arterial, që japin dëmtime të retinës. Kurse tek moshat e reja, kryesisht të fëmijët, hasen më tepër gabimet e refraksionit, ose ato që quhen largpamësi, shkurtpamësi, astigmatizmi. Domethënë që kanë të bëjnë me korrigjimin në anë të syzeve, lenteve të kontaktit, apo në disa raste edhe me anë të kirurgjisë. Këto janë problematikat më të shpeshta. Pastaj infeksionet, po ashtu, domethënë zënë një vend të konsiderueshëm dhe Vitet e fundit ju shikoni që ka një rritje të problemeve me shikimit, apo vazhdon të jetë i njëjti trend? Ka një rritje të problematikës më tepër tek fëmijët, sepse stili jetës është bërë tepër i lidhur me mjetet digjitale, kompjuteri, telefoni, dhe më tepër tek fëmijët hasim problematika të miopisë, hipermetropisë edhe astigmatizmit. Me fjalë, të cilat ne i këshillojmë për të korrigjuar shikimin me anë të syzeve. A mund të cilësoni problematikë normale në këtë moshë që janë të vegjël? Probleme me miopinë? Si rregull fëmijët, domethënë që për sa i përket problematikës që haset më tepër është miopia. Miopizohet syri ose fëmijët nuk fillojnë të shfaqin shqetësime të tilla në të parin në largësi. Edhe hipermetropia po ashtu, po miopia zë një vend konsiderueshëm, sepse normalisht për shkak të qëndrimit për kohë të gjatë në kompjuter, në telefon, edhe për shkak të kushteve. Ndonjëherë edhe pozicioni i leximit të krijon problematika të tilla. Leximit në libër. Leximi libër, shtrirë apo në ambient jo mirë të ndriçuar. Pra ka një sër faktore që ndikojnë përpos teknologjisë. Përpos teknologjisë janë edhe këto faktor: ambienti, ndriçimi i ambientit, edhe postura, se si një fëmijë qëndron, domethënë duke lexuar edhe librin, edhe kompjuterin, edhe në telefon, pra që kohë sa qëndron. Cilat janë disa nga simptomat kryesore që mund të na sinjalizojnë që ne kemi një problem me shikimin, ose konkretisht tek fëmijët, prindrit, kur duhet të shqetësohen? Pjesa më e madhe e pacientëve që vinë shfaqin shqetësime të karakterit ulje të shikimit, qoftë më tepër për larg, por edhe për afër, ose ndryshimi i formës së objekteve, duken të zmadhuara, të zvogluara, ose të devijuara. Domethënë këto janë problematikat që hasen më tepër për sa i përket gabimeve të refraksionit, që është miopia, hipermetropia dhe astigmatizmi, ato çka thash. Pastaj në moshat e tjera është turbullimi i shikimit për larg, për afër, po ashtu deformimi i objekteve është një simptomatik. Për sa i përket infeksioneve, simptomatika kryesore janë lotimi, skuqjet e syrit, ndjesia e trupit të huaj. Kur vinë me të tilla simptoma, normalisht e para çka një mjek mendon është një infeksion, po në sy. Zakonisht kur duhet të nisin kontrollet tek okulisti dhe sa shpesh duhet të bëhen këta? Si rregull, edhe sipas protokolleve ndërkombëtare, domethënë që në lindje, që pas lindjes, fëmia duhet bebi duhet të kontrollohet nga një mjek okulist për të parë simptomatikat, për të parë patologjitë kryesore. Për shembull një perde të lindur apo problematika që kanë të bëjnë me fazat embriologjike. Pastaj, vizita e parë konsiderohet ose këshillohet në moshën 1 vjeçare. Në 3 vjet edhe kështu me radhë pastaj mbas çdo viti. Një herë në vit është e këshillueshme, domethënë që të kryhet një vizitë okulistike. Ju përmendet pak problematikat e syrit, sa të rrezikshme janë ato nëse ne ja na shkalojmë dhe nuk bëjmë një vizitë?
Në varësi të patologjisë, ka patologjit cilat në qoftë se ne ja na shkollojmë të çojnë deri në verbim, po ka patologjit cilat që kanë të bëjmë shumë, gjitha patologjit kanë të bëjmë me numrat ose me refraksionin, ato e përkeqësojnë situatën, domethënë rrisin numrin, rrisin miopin, rrisin hipermetropin apo ndryshon edhe astigmatizmin. Ndërsa në qoftë se ne anashkalojmë një problematikë që ka të bëjë me sëmundjet e retinës, ato të çojnë deri në verbim, sepse një shkëputje e retinës, nëse nuk trajtohet në kohën e duhur, çon në humbje të shikimit. Në rast që dikush ka bërë një kontroll, i është rekomanduar që të përdorë syze, por nuk i vendos. Sa e rrezikshme bëhet? Çfarë ju rekomandon konkretisht këtyre personave? Në të tilla raste ku rekomandohen syze dhe ato nuk mbahen, thjesht e para cilësia e shikimit tek pacienti në fjalë nuk është ashtu si duhet, nuk është optimale, ashtu si flasim për cilësi jetë edhe për cilësi shikimi. Me fjalë fillojnë mbledhin syt, shfaqen simptomatika të këtij karakteri dhe shikimi bie më tepër. Normalisht kur ti nuk e kompenson një gabim që ke, ai bëhet edhe më i theksuar. Por që nuk mund të themi që nëse një pacient ka nevojë për syze apo lente kontakte dhe ai nuk i mban, do ta humbasë shikimin. Jo. Në të tilla raste, domethënë, thjesht duhet përcaktuar cila patologji është gabim refraksioni, është një gabim refraksioni që ka të bëjë me numrin apo është një gabim organik, domethënë një sëmundje organike e syrit që duhet trajtuar në kohë. Po në raste kur ka persona që përdorin syze që quhen syze qetësuese pa rekomandimin e okulistit, a janë të rekomandueshme të përdoren? Syzet që merren pa rekomandime, në radhë të parë unë nuk mendoj që jo se është e gabuar, por nuk është e sugjeruar, e rekomanduar, sepse nëse pacienti në fjalë merr një syze e cila thjesht është qetësuese, por ai ka nevojë për një numër të saktuar, i cili nuk qëndron në syze, atëherë benefiti nga kjo mbajtje e syzeve është zero. Ndërsa për pacientët që janë emetrop do të thotë që kemi një situatë që nuk ka gabim refraksioni, shikimi i pacientit është 100%, si për larg edhe për afër, dhe sigurisht mund të mbajë një syze antirefleks, sidomos Blue Protect, si keni juve dhe unë, edhe këto na ndihmojnë për të parë mirë në kompjuter, në telefon. Normalisht sepse zvoglohet edhe kontrasti dhe drita, janë pak ato bliket që ulen, domethënë për këtë arsye mund të përdoren syze qetësuese zero, domethënë plan. Sepse shohim shumë shpesh për antirefleksin, po. Shohim shumë shpesh moshën e tretë, le të themi, këta që mund të blejnë syze pa u konsultuar tek mjeku, syze që nuk janë. Si rregull mosha e tretë duhet të konsultohet gjithmonë, sepse gjithmonë mbas moshës 40 vjeç bëhet rreziku më i madh. Jo, nuk rrezikohet, por thjesht ne u mbasim akomodimin. Akomodimi është aftësia për të parë afër dhe normalisht në varësi të moshës, pastaj duhet kompensuar me syze plus, me syze hipermetrope që ne i quajmë. Dhe normalisht mbas moshës 40 vjet të pakta janë rastet kur pacientët nuk mbajnë syze për afër. Nuk është tërësisht e përjashtuar, por janë raste të pakta. Miopët në përgjithësi nuk mbajnë, por hipermetropët që konsideroheshin në rini emetrop ose pa syze, të gjithë mbas moshës 40 vjeç, domethënë e kam pak domosdoshmëri mbajtjen e syzeve për shkak se ashtu siç e theksova, unë mbet akomodimi, aftësia për të parë afër. Por gjithmonë është të rekomandueshme që përpara të bëjë një konsultë. Të kryet një vizitë, qoftë edhe nëse nuk është e domosdoshme mbajtja e syzeve për miopin, ose hipermetrop, ose për astigmatizëm. Domethënë të kryet vizitë dhe pastaj të rekomandohen syze. Tashmë shohim dhe alternativa të tjera përveç syzeve që janë lentet. Këtë rekomandoni ju? Lentet e kontaktit në përditshmëri rekomandohen, sidomos tek pacientët që kanë gabime refraksioni, astigmatizëm, miopia apo hipermetropi dhe që merren me aktivitete të ndryshme fizike, për shembull që luajnë basketbol, që merren me sport. Normalisht një miop që nuk shikon mirë në largësi e ka domosdoshmëri vendosjen e lenteve të kontaktit për shkak se syzja mund të dëmtohet kur ai kryen një aktivitet fizik. Qoftë edhe në palestër, sepse normalisht djersitja, mos shikimi nuk është shumë komfort pa vendosur lentet e kontaktit. Vetëm se ato kanë mënyrën e vetë të përdorimit, tretësirat, s'po flas për lentet ditore, se lentet ditore janë më të përshtatshme nga të gjitha, nga që vendosen, dhe më pas, mbasi kalojnë 8 orë apo 12 orë, mund t'i hedhësh edhe nuk mund mos i vendosësh më. Por ju kë rekomandoni si zgjidhje më të mirë? Domethënë, si zgjidhje më e mirë dhe konservative është syzja. Mbajtja e syzeve, sepse mbajtja e syzeve është
nuk ka kontakt të drejt për drejt me syrin, ndërkohë që lentën e kontaktit ne vendosim dhe e heqim dhe ka kontakt të drejt për drejt me syrin me kornen, dhe kornea është një pjesë shumë e ndjeshme, është një organel shumë e rëndësishme e syri që nëse nga përdorimi i tepër të lenteve të kontaktit mund edhe të ndodhë ndonjë erozion apo dëmtimi i epitelit nga lentja, dhe për këtë arsye pacientët shfaqin simptomatika të ndryshme, lottim, iritim të syrit, jo patjetër infeksion. Pra, nga ana estetike më mirë është një lente kontakti, ndërsa nga ana estetike, sigurisht për pacientët që nuk duan, sepse ka shumë pacientë për shembull që nuk e kanë fare problem dhe madje e duan syzën, qoftë edhe si aksesor, ndërsa edhe kur nuk kanë nevojë për korrigjim, por lentja është më praktike për kur bën aktivitet fizik. Për aktivitetet fizike është shumë praktike. E qartë. Doktoresha, një problematik tjetër që shpesh dëgjojmë dhe është syri i thatë. Çfarë është ky? Mund të na shpjegoni pak? Sindroma e syrit të thatë është një sindrom ose një patologji e syrit, e cila shkaktohet në përgjithësi nga infeksionet, nga përdorimi i tepër i mjeteve digjitale, nga që si rregull në kushte fiziologjike syri i njeriut hap dhe mbyll. Me një fjalë, ne kur shikojmë diçka ne i përpilisim shumë syt. Dhe kjo bën të mundur rinovimin e shtresës së lotit, duke hapur dhe duke mbyllur syt, duke qëndruar para një ekrani. Kjo përpilitje e syve është shumë e pakët, edhe nuk prodhohet aq sa duhet, nuk rigjenerohet aq sa duhet stresa e lotit. Dhe për këtë arsye fillon dhe sindroma e syrit të thatë. Edhe që njihet sindrom kompjuterike. Për këtë arsye shumë pacientë. Po. Për sindromin e syrit të thatë ankohen në përgjithësi për ekzistencën e ndjesisë së trupit të huaj. Edhe në këto raste ne rekomandojmë tepër këto produktet e lotit artificial, domethënë të ndryshme. Po shihni më të pranishme tek cilat mosha? Si rregull moshat e treta, por edhe moshat mesatare që përdorin teknologjinë e kanë, tek fëmijët më pak, sepse normalisht dhe përdorimi i teknologjisë te fëmijët nuk rekomandohet. Unë jam pak konservative në këtë pjesë, me fjalë e rekomandoj që fëmijët deri në moshën 3 vjeçare mos të qëndrojnë fare me mjetet digjitale dhe pastaj me minutazh, për shembull kur janë 6 deri në 7 vjeç 30 minuta në ditë, 7 deri në 10 vjeç 40, 45, edhe pastaj 1 orë, 2 orë. Me fjalë tek fëmijët e vegjël deri në 3 vjeç nuk do ta sugjeroja fare përdorimet, po. Televizori në largësi 2.5-3 metër, por që telefoni dhe reduktuar, telefoni dhe laptop, kompjuter, tablets. Jo. Qartë, mesazhi shumë i qartë. Mund t'ju dëmtohet shikimi. Ajo që shfaqet më tepër janë simptomatika se fëmijët e vegjël syri është në stad të rritje dhe normalisht një pengesë, një ngarkesë që mund t'ja për syrit në atë komplet bllokon edhe rritjen edhe zhvillimin si duhet të të gjitha organelave të syrit. Mund të ndalemi edhe te një problematik tjetër që janë infeksionet në sy dhe myku. Sa të rrezikshme janë këta për shikimin tonë dhe cilat janë simptomat që shfaqin? Infeksionet më të shpeshta që hasen të syt janë tipet e ndryshme të konjuktiviteve. Konjuktiva është shtresa me jashtë me syrit, e cila preke sepse është në kontakt drejt për drejt dhe me ajrin dhe me pjesën fizike që mund të dëmtohet. Konjuktivitet mund të jenë të natyrës bakteriale, kur bakteret e shkaktojnë virale ose mykotike, siç e thatë. Mykotike si rregull shfaqen nga përdorimi i lenteve të kontaktit pa kriter. Pa kriter ose cilësi e jo të mirë. Kur themi pa kriter? Pa kriter do të thotë të flesh me lente kontakti, të lahesh në pishin me lente kontakti, domethënë në pishin të klorizuar ose në pishin jo të pastër, sepse të gjitha këto dhe agjentet kimike dhe bakteret mund të shkaktojnë dëmtime, domethënë të karakterit mikotik. Përdorimi i lenteve të kontaktit njihen infeksionet nga përdorimi i lenteve të kontaktit, sidomos akantamyoba është një lloj kërpudhe që mund të shkaktojë deri në humbje të shikimit, keratit të rënd. Keratit do të thotë inflamacion i korneas, jo i konjuktivës tashmë, po i korneas. Kornea është pjesa transparente, është organela transparente e syrit që përthyen dioptri, që ka një forcë të aktuar dioptrike, domethënë. E cilat janë disa nga simptomat që shfaqen që ne të kuptojmë se kemi një problematikë të tillë? Lotimi i shpeshtë, fotofobia. Fotofobia është kur syri ka frikë nga drita dhe fillon bën mbyllje, domethënë dhe mbyllje të reflektive
të shpeshta, skuqja ose iritimi i syrit, por më tepër lotimi dhe fotofobia, kur kemi domethënë prekje të kornesë. Po, në cilat raste ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale në sy? Cilat janë rastet ku? Në rastin e infeksioneve ju e keni parasysh. Kur ka një infeksion të rënd, normalisht nëse shoqërohet me dëmtim të madh të korneas, mundet që kornea të perforohet ose në tonizat të çahet, dhe në këto raste normalisht që duhet në patjetër të kryhet ndërhyrje kirurgjikale te kjo pjesë. Po në raste të tjera? Në raste të tjera është kirurgjia refraktive për shembull, që rekomandohet kur pacienti ka defektet quhuni përmendamësi për miopi, hipermetropi, astigmatizëm, si nga arsyet estetike, ka pacientë që nuk duan të qëndrojnë me syze, dhe normalisht nëse kanë indikacionet e duhura, mund të heqin këto syze me anë të kirurgjisë refraktive. Pastaj, kirurgjia tjetër është tek pjesa e kataraktës ose perdja e syrit, që operohet dhe zvendësohet kjo lente e turbut me lente artificiale. Operacionet e tjera që janë të indikueshme janë kur shkëputet retina e syrit, domethënë nga diabeti ose nga një traumë, retina shkëputet dhe duhet të vendoset në vend, në mënyrë që mos të humbasë shikimin në mënyrë permanente. A ndodh që shikimi të rikthehet në 100%? 100% e kirurgjia refraktive, nëse gjithmonë merret parasysh si ka qenë shikimi përpara. Në fjalë përpara shumë e rëndësishme, sepse nëse një pacient ka ambliopi do të thotë që është në sy dembel që në fëmijëri, dhe ai po e marr si shembull mund të korrigjojë 60-at apo 80-at. 80-at do thotë 80%. Nuk mundet që pas kirurgjisë ky shikim dhe ky pacient të shkojë 100%, sepse ai që në vegjëli, domethënë që në moshë të vogël ka qenë ambliop ose dembel syri dhe nuk mundet që të rikuperohet. Pra në varësi të rasteve. Në varësi të rasteve, po, në varësi të rasteve të kundërindikacioneve. Mund ndani me ne ndonjë rast suksesi, por që ka qenë ndërhyrje e vështirë? Si rregull, ka shumë të tilla, sidomos kur janë të kombinuara. Për shembull, mund të ketë, kam pasur pacientë që kanë pasur dhe keratokonus. Keratokonus është një patologji e korneas, kur kornea e syrit merr formë konike, në forma në përditshmëri dhe në fiziologji është sferike, por për shkak të astigmatizmit, është një defekt kolageni, që shfaqet që në moshat e vogla dhe që në pubertet më tepër theksohet, forma e korneas ndryshon, ajo nga sferike kalon në konus, prandaj dhe emri keratokonus, keratokornea dhe konus me formë konike. Dhe përveç keratokonusit, pacienti ka pasur edhe katarakt dhe duhet të bëhesh njëkohësisht dy ndërhyrje. Me fjalë të hiqesh katarakti, të vendosesh lentja dhe njëkohësisht të frenohej edhe keratokonusi, mos të progresonte. Në këto raste kur në varësi të stadit të keratokonusit ne rekomandojmë ndërhyrje të ndryshme, qoftë për stopim, qoftë për rregullim të numrit, duke vendosur unaza korneale. Të ndalni pak edhe tek ndërhyrja me lazer. Si është kjo procedurë dhe a rekomandohet? Rekomandohet kirurgjia refraktive vitet e fundit është zhvilluar së tepërmi, sepse edhe lazerat kanë gjeneruar eksimer lazer, domethënë është ajo që bën të mundur ablacionin e kornesë dhe në mënyrë të drejt për drejt largohet dhe numri. Sepse kornea ka një trashësi të caktuar dhe për të hequr numrin, ne duhet që të bëjmë ablacionin e kornesë ose të hollojmë pak kornean në mënyrë që të rregullohet dioptria. Tani në varësi të indikacioneve që ka pacienti, i këshillohet ose i kundër këshillohet kjo lloj kirurgjie, sepse mund të ketë parametra të tillë që nuk mund të kryhet nëse kemi një kornet të hollë, apo nëse ka rrezik për një infeksion të caktuar syri, nuk i rekomandojmë të kryhet operacioni me lazer. Pra ka kategori që janë të përjashtuara. Po. Dhe për këtë arsye bëhen ekzaminime preoperatore që rekomandojnë mundet ky pacient të kryejë kirurgji refraktive apo mund të illushtrohet një kirurgji tjetër, për shembull kirurgjisë së ndryshimit vetëm të lentes, qoftë edhe për arsye refraktive. Kryesisht përqindja atyre që e kryen është më e lartë? Është më e lartë, domethënë indikacionet janë më të larta, por që duhet parë edhe benefiti nga kjo kirurgji. Me fjalë nëse pacienti është miop në rini dhe largohet numri, miopia dhe ai kthehet përsëri pas mos 40 vjetë të ketë domosdoshmëri mbajtjen e syzeve për afër, për shkak të akomodimit që thash, se
humbjes së aftësisë për të parë nga afër. Doktoresha, ne shohim sot që shumë vajza përdorin qerpik falso. A janë ata të dëmshme për shikimin, a shkaktojnë infeksione? Duke qenë se qerpikët falso në radhë të parë janë produkte jo fiziologjike për syrin dhe janë në kontakt me shumë të afërt me konjuktivën, ato shkaktojnë iritim të tepërt, madje domethënë dhe infeksione, sepse duke e irituar në mënyrë të vazhdueshme kronike konjuktivën, ato shkaktojnë infeksione. Keni patur raste që keni trajtuar? Kam patur raste të tilla dhe madje ja kam sugjeruar pacientit që ti heq dhe mos ti përdor më, sepse shkaktojnë deri tek konjuktivite alergjike goxha forma të rënda. Pra duhet i shmangim sa më shumë të mundemi. Unë do të sugjeroja po. Po tiku i syrit, çfarë është dhe cilat janë disa nga shkaqet? Në gjuhën popullore njihet si tiku i syrit, por në të vërtetë është tiki i palpebrave, i kapakëve të syrit. Si rregull ajo ndodh kur në organizëm ka mungesë të magnumit, të vitaminave K, kalcium dhe si rregull vitamina të grupit B. Të gjitha këto shkaktojnë, domethënë mungesa e këtyre mikroelementeve dhe këtyre vitaminave shkakton të lukatjet e kapakëve në mënyrë të pavullnetshme ose tikun e kapakëve të syrit. Në të tilla raste rekomandohet edhe kofeina e tepërt, është një, domethënë kafet e tepërta janë një shkak për tikun e syrit, për tikun e kapakëve të syrit. Në të tilla raste rekomandohen dieta me vitamina të grupit B, magnum, ndonjëherë rekomandojmë edhe për ta marrë si supliment, magnum, kalium, kalcium edhe vitamina të grupit B. Sa e shpesh do të jetë që ne ta cilësojmë si problematike? Ajo takohet shpesh. Unë shikoj një në 5 ose 6 pacientë vjen me tik të kapakëve të syrit. Në qartë. Doktoresha, ne kemi edhe një rubrik mit apo fakt, këtu janë disa konstatimet të cilat ju mund të na sqaroni nëse janë të vërteta apo të rreme. Mbajtja e syzeve i dobëson syt. Jo, nuk është të vërtetë. Mbajtja e syzeve do të thoya domethënë nga ana mjekësore stabilizon një gabim refraksioni që pacienti në fjalë ka. Nëse pacienti ka një gabim refraksioni që është miopia ose shkurtpamësia, ai duhet të mbajë syze minus në mënyrë që të kompensojë defektin që ka. Nëse ka nga afër, duhet të mbajë syze plus, dhe nëse ka astigmatizëm, duhet të mbajë lente cilindrike në mënyrë që të kompensojë. Por nuk do të thotë që mbajtja e syzeve dobëson shikimin, absolutisht jo. Ose dëgjojmë që thonë e bëjnë syrin më dëmbel. S'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Është një mit. Unë mendoj që është mit. Qëndrimi gjatë në telefon të prish përgjithmonë syt. Të dëmton shikimin, po jo të prish përgjithmonë syt, sepse është pak termin që pra celulari mund të cilësohet si një faktor i madh rreziku. Është faktor rreziku, por është faktor rreziku që unë do ta cilësoja në dobësimin e shikimit. Po. Operacionet me lazer janë të rrezikshme. Janë të rrezikshme kur ka kundërindikacione. Kur ka kundërindikacione janë absolutisht rrezikshme. Produktet e grimit ndikojnë në shfaqjen e problemeve me syt. Ndikojnë sepse gjitha produktet e grimit përmbajnë konservant. Dhe konservanti është ajo pjesa, përveç kimikateve të tjera që për shembull po e marr rimelin ose lapsin, që sa i prek konjuktivën, për konjuktivën çdo gjë është trupi huaj, sepse konjuktiva, domethënë pjesa e jashtme e syrit, ajo vetëm lubrifikohet. Lubrifikohet edhe për këtë arsye produktet e grimit që përmbajnë konservant, ato e irritojnë. Domethënë mund t'i japin atë mjedisin që aty të zhvillohet një infeksion i mundshëm. Dhe sidomos ata që vinë shumë afër syrit. Po. Karotat mund të përmirësojnë shikimin. Kjo nuk është mit, kjo është e vërtetë. Është e vërtetë sepse karota përmban beta-karoten. Beta-karoten është substancë ose vitaminë që në trupin ton kthehet në vitamin A, në veprimin edhe të acideve ylurore, kështu që karota patjetër. Unë sugjeroj. Dëgjuar edhe ushqime të tjera, si për shembull qepa. Edhe qepa është antioksidant, po më tepër për syrin që përmbajnë vitaminën A ose beta-karoten është karota, është patatja e ëmbël, është panxari i sheqerit, domethënë panxari i kuq, brokoli, edhe brokoli përmbajnë beta-karoten, më tepër domethënë të gjitha frutat e perimet me pigment. Domethënë që kanë pigment të verdh, portokalli, domethënë speci kuq, domate, përmbajnë lutein, zeaksentin edhe normalisht ato funksionojnë. Pra përmes një diete të mirë ne
mund të ndihmojmë Patjetër. sadopak shikimin. Po, e ndihmon, po. Shikimi dobësohet gjithmonë me moshën. Me moshën shikimi dobësohet, sepse ashtu si të gjitha organet që pësojnë regres, edhe syri pëson regres me kalimin e moshës. Dhe normalisht regresi më i madh që i ndodh është ajo që ndodh mbas moshës 40 vjeçare, që ndodh humbja e akomodimit. Akomodimi është aftësia për të parë afër. Dhe këtë gjë na i bën të mundur lëvizja e lentes tonë, domethënë në mënyrë fiziologjike. Kjo gjë mbas të 40-tave fillon dhe ndodh rigiditeti i muskujve, rigid bëhen më tepër, nuk janë më elastik, dhe për këtë arsye ne na krijohet ajo na humbet aftësia e akomodimit dhe na duhen syze për afër ose syze me numër plus. Doktoresha, duke qenë si jemi në fund të bisedës, do doja nga ju një këshill dhe çfarë mund të bëjmë ne çdo ditë që të kujdesemi për syt tanë, për shikimin. Këshilla e parë, larg mjeteve kompjuterike sa të kemi mundësi. Normalisht ato janë domosdoshmëri, janë bërë domosdoshmëri në ditët e sotme, por që t'i evitojmë sa më shumë të kemi mundësi. E dyta, një dietë shumë të mirë me mikroelement, sidomos me beta-karoten për syt. Gjumi luan shumë rol për sa i përket. Mund ta theksojmë pak gjumin? Po, gjumi duhet të jetë orari domethënë një gjumë i shëndetshëm, pa ndërprerje, jo të qëndrosh në orët e vona, në kuptimin të rish me mjetet digjitale në orët e vona. Dhe sporti, duhet të theksoj edhe sportin. Për shembull, noti, voleybolli, të gjitha sportet që shoqërohen me shikimin larg dhe afër, që ti i bën si thua një trajnerim syrit, ndihmojnë në mbajtjen e shikimit sa më mirë. Domethënë edhe sporti është një gjë shumë e mirë. Shumë faleminderit doktoresha, ishte kënaqësi për gjithë këshillat dhe informacionet që ndanët me ndjekësit tanë. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirë u takofshim.